Rëndësishme në Shkodër po i nënshtrohen rikonstruksioni të plot një investim i Bashkisë Shkodër që synon përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe mësimdhënien. Punimet po vijojnë çdo ditë pa ndërprerje me qëllim përfundimin brenda afateve të parashikuara. Në shkollën nënvjeçare Ndremjeda, ky investim do të jap fund problemit të mësimit me turne, duke e kthyer godinën në një institucion model. Drejtoresha Nevila Xhabiaku u shpreh se shkolla do të ketë standarde të reja me palestër, këndë logjistike, ngrohje dhe kushte bashkohore për të gjithë nxënësit. Ka qenë kërkesë e prindve me vite të tëra, sepse me qenë se është një shkollë që ka kërkesat maja për regjistrime, ndërkohë kena pas gjithmonë problematika infrastrukturën. Rregullisht ne kena pas 8 deri në 10 klasa masdite që kanë qenë fillorja dhe këtu ka qenë ngërçi që fëmijët na ikshin nga shkolla dhe u largoshin shkolla tjera vetëm për arsye të masdites. Përveç asaj, kandi sportiv që është shujt vetëm si sipërfaqe sportive, jo një kënd, ka qenë gjithmonë problematike, sepse dëshira e madhe e fëmijëve bë aktivitete sportive ishte, por pa mundësi ishte krejt e madhe. E bukra po themi e kësaj gjaja apo këtij projektit është sepse këtë projekte ka bërë një ish nxënëse e shkollës tonë, me atë synin e fëmijës që ka qenë në atë shkollë, me dëshirën për me përmirësuar shkollën. Dhe them që pritshmëritë janë shumë të mëdha. Edhe gjimnazi Kolit Romeno po rikonstruktohet plotësisht, një investim i domosdoshëm për shkak të amortizimit të godinës ndër vite. Punimet po zhvillohen me ritme të shpejta për të garantuar kushte moderne për nxënësit e gjimnazit dhe shkollës me kohë të pjesshme që zhvillon mësim në të njëjtën godinë. Ky investim ka qenë shumë i mirëpritur, sepse qyse është kriju shkolla, nuk ka pasur as edhe një lloj investimi këtu. Sidomos ata që kanë marrë pamjet më përpara të shkollës, shkolla sidomos kati i fundit ka qenë komplet i degraduar, domosdoshmë jashtë funksionit totalisht, ka qenë edhe pjesa poshtë, aq më shumë që këtu është edhe shkolla me kohë të pjesshme, është një ndër shkollat më të mëdha me kohë të pjesshme, po themi edhe në Shqipëri, dhe duke ditur që mësimi bëhet me në turn të dytë nga ora 3 e mbasdites, ka qenë jashtëzakonisht e vështirë me kushtet e ngrohjes, me drejtare të thyera. Investimi i Bashkisë Shkodër po mirëpret nga komuniteti i prindërve dhe mësuesve si një hap i rëndësishëm për përmirësimin e infrastrukturës arsimore në qytet.